Në të rëju në qatë të lejpër, hynë gjennet. Ato mund si mund të rëgu. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në atë të këshirë personin. Edhe për të po. Qka me thonë tha? Tha, u'budullaha wa la tushrik bihi shay'a. Adhuroj Zotin e të njëri tha. Ati shok musliman. E tjetër çka më thonë? Tjetër tha të imu salat, falë namazin. Po tjetër tha, tje zekat, jepë zekatin. Po tjetër tha, tasila rahim, mboj lidhjet para të stokës. Pro rrugë, për me qumë gjennet, qanë ka me mboj lidhjet para të stokës. Aja që ka shkut rrugën tonë për gjennet, që shta të bëjë një film para pra që përmenda, muslimit, tha së në gjennet, aja që shkut lidhjet para të stokës. Të ndasha që një jetë në pojë pranuar, ndasha që një jetë me t'i folë më kote, në të tekë si që i përna të mëra, ndash me hapë vetës për rrugën për gjennet, ndash me janë mbyllë vetës për rrugën për gjennet me mbyllë, mboj lidhjet të para të stërë. Por në shtë një, të vë shumë, më përrinë në shtë një. Edhe një për shumë, nëse dëzë që ty o basë, veprat e tua të mira më të pranu. Nuk dojë për të dështë, më është prekse. Ti banë, mashallah, banë veprat mira, jep sadok, sillesh mirë, e i busqesh njëri në fytyrën e ti, se i busqesh në salat, shpërlim, veç për ju busqesh muslimonit. E i banë të i qitur, por, që? Jo, për ty shpotranë, a nuk përgjësi për ta. Por që, i po këtë të mira, por e ko një behone, cila, në tregoj pejgamberi alayhi salatu wasallam. Një hadith në ka sjellë Imam Ahmed, në koleksionin e tij dhe të tjerë, dhe dietarët e hadithit për të shkruajë albumit ta kanë hadithe si vërtet. I mirë. Çka tha pejgamberi? Tha ju njerëz. Ndajta kur përfundon dita e si në nota e gjumon. Çka ndodh? Tha ju mirë në vepra të rëndëve, edhe quhet të zotinat. Ju quhen veprat e Zotit. Shqyptan Zotit, ti pranan apo s'ti pranan? A di që ka pejgamberi alayhi salatu wasallam? Tha, i pranan ku t'ja pranan, por tha, la yaqbalu Allahu amalan qati'i rahim. Por veprat e atij që si ka mbojt, që s'po i mban lidhjen me familjen e tij, lidhjen paraqësore, s'e ban mirë, s'ja pranan. Gjatë të veprat të mira të i banë, gjatë sadakoja që i gjatë fjallë të mira që jaftë njerëz, veç që s'po i manë lidhjet paraqësore, s'po i Allahu s'po t'i pranën veprat e mira. Kërrej që të se vepër të mos pojkja e lidhjet e paraqësore, mos të pranën. Ata vejnë se sa e zëqë mos me i mbojt lidhjet paraqësore. Po ju mane konkluzën e kësone. Shkutohë, konkluzën e kësone. Bani e të paraqësore, së është obligim. Mos mbojtja është haram i prejtë. Mos mbojtja është rrugë për xhenet. Mbojtja e lidhjeve është rrugë për xhenet. Mos mbojtja është t'i pengon veprat e mira për t'i pranon Zoti. Mbojtja t'i pranon veprat e mira Allahut se si mbajnë lidhjet paraqësore. Pastaj konkluza e saj është e kima sigurt agjerimin tanë. Që agjerimi nuk i folë më fatë të tuale të dëtuar të kaluar. Vetëm se kjo është një për mëkateve të këshijave që kanë fatet një pjesë e popullatës për ta e poshtë asë nësët një folë pak fjallë për këtë temë. E lusmi Allahu në zë gjithë në forë të mshirë. Lusmi Allahu në zë gjithë për atë në që i mojtë e lidhjet paraqësore të në banë. Lusmi Allahu në zë gjithë të bohëmi për atë që do dormi për e mujtë Ramazanit, pa mëkate edhe në mshirë të zbritën me neve të dormi për